Ilir Metës nuk e deli nati me Spakun dhe bën një tjetër reagim sot nga qelia. Sot duhet të mbylleshin hetimet zyrtare ndaj meje që ishin shtyr një herë me 6 muaj pas rrëmbimit tim kriminal dhe banditesk pa akuzë, siç e kanë parë të gjithë qytetarët shqiptar dhe e gjithë bota. Edhe pse më 27 maj 2025 më ishte komunikuar një akuzë tërësisht politike që është formuluar në Asamblenë e Partisë Socialiste të datës 7 maj 2022. Çuditërisht dje mu komunikua një shtyrje tjetër e afatit hetimeve për të mbledhur gjoja provat mjaftueshme, ndërkohë që hetimet ndaj meje kanë nisur që në dhjetor 2019 nën kujdesin e veçantë të Charles McGonigal, kryes zbuluesit të FBI-s të korruptuar nga Edi Rama. Nuk ka mbetur kontinent, shtet, ishull dhe bank në botë pa çuar letër porosi për mua. Përfundimi dihet: zero fakte, zero prova, zero qendark të palishme, zero cent palishëm, zero pasurit palishme të Ilir Metës të zbuluar në të gjithë veprimtarinë hetimore 6 vjeçare të Spakut për aktivitetin tim publik 32 vjeçar. Për të justifikuar mbajtjen time të palishme në burg, presin letër porosi për persona të cilët gëzojnë liri të plot dhe që urojnë të gëzojnë liri dhe shëndet gjithmonë. Ndërsa unë, presidenti i Partisë së Lirisë, duhet vazhdoj të qëndroj në paraburgim vetëm për të penguar aktivitetin tim politik dhe publik si lider opozitar i pashantazhueshëm nga narkoregjimi dhe veglat e tij. Për mua le të çojnë letër porosi edhe në planete të tjerë se incineratori përsëri nuk ekziston dhe shqiptarët vazhdojnë të paguajnë 90.000 euro në ditë që një pjesë e këtyre parave të shkojnë edhe për mediat e regjimit, për gazetarët dhe analistët në shërbim të rilindjes dhe të Spakut. Partia e Lirisë nga kjo përballje me narkoregjimin do dalë shumë herë më e fortë sepse kauzat tona janë të pathyeshme dhe Ilir Meta do të jetë gjithmonë besnik i 2 marsit deri në rikthimin e plotë të sovranitetit të popullit shqiptar që u përdhosa aq rënde edhe me farsën e 11 majit, për të cilën jo pak ndihmë dha edhe task forca imagjinare e Spakut. Brenda javës e zaurojmë gjykatën kushtetuese dhe ecim me shpejtësi drejt Strasburgut. Fundi i drejtësisë me regji do të jetë i turpshëm dhe i falenderoj që kurrë nuk më kanë zhgënjyer, sepse me veprimet e tyre tërësisht sorosiste, arbitrare dhe kriminale vetëm kanë provuar atë që kam thënë prej shumë kohësh, që kjo është një drejtësi me regji garante e pandëshkueshmërisë së Edi Ramës, e arkitektit dhe vendimarrësit absolut për aferën e shekullit të incineratorëve, i vetmi kryeministër në botë që shpall fituesit pa lindur akoma, emri i të cilit është të paktën 14 herë në dosjen e mikut të tij McGonigal. Pluralizmi politik në Shqipëri do të rivendoset dhe do të jetë plotësisht funksional dhe bashkë me të dhe llogaridhënia për kryemercenarin e Shqipërisë dhe të gjithë mercenarët e tij që shkelin ligjin dhe kushtetutën, përfundon reagimin e tij Ilir Meta.